Pra të dashur miqtë e mi, ja ku po ritakohemi sërish me mua Tirona Lilin për të komentuar pak situatën të Eliona Binjakaj brenda shtëpisë së Big Brotherit. Mbrëm ishte një natë shumë e bukur, një dasëm, një moment fantastik ku Eliona, Klodi dhe të gjithë banorët u argëtuan dhe u kënaqën shumë, ndërsa sonte ishte një moment i rënd për Elionën sepse kuptoi një të vërtet që kishte shkruar Daja i Elionës në Facebook kundër drejt rrëfimit të historisë së saj. Tani është shkëputur edhe një video ku Eliona ka dhënë një intervistë tek Duka Gjini dhe ka treguar ndarjen e prindërve, por ka qenë më e re në ato vite. Unë mendoj që familjarët duhet të jenë jashtëzakonisht të kujdesshëm se çfarë flasin për familjarët e tyre dhe sidomos në rastin që është Eliona. Domethënë në rastin që Eliona ato i ka dajollar. Ndodh në shumë familje kur vdesin motrat, bijat, si me thënë të shtëpisë, miqësitë prishen, por ka dhe familje që në fakt i ruajnë miqësitë. Vazhdojnë pa marrë parasysh që nuk e kanë motrën gjallë, kanë nipërit, kanë besat, kanë arsyen për të shkuar, për t'i vizituar dhe për të ruajtur atë miqësinë në fakt që e kanë patur. Por unë arrita të kuptoj që këtu nuk ka patur ruajtje të miqësisë, domethënë Daja i Elionës është larguar që nga momenti kur nëna e Elionës ka ndruar jetë dhe nuk ka raporte me babain të Elionës. Tani, ndoshta publiku e tepron ndonjëherë sepse kërkon më shumë se sa dëshiron vetë ajo të tregon. Unë mendoj që Eliona aty brenda ka hyrë si Eliona dhe si Eliona çdo banor tjetër ka hyrë për të treguar linjën e jetës së vet. Dhe më pëlqeu në fakt komenti që bëri Olta Gixhari, nuk ka hyrë për të treguar linjën e jetës së nënës apo babait. Eliona tregoi vuajtjen e vet, tregoi vështirësinë e vet, tregoi tmerrin që ajo ka përjetuar në jetën e saj. Dhe me të drejtë nuk ka përse të hapën plak të cilat vetë jeta i ka mbyllur. Do me thënë me vdekjen e nënës së Elionës, fatkeqësisht janë mbyllur të gjitha plagët që kjo familje ka patur, sepse nuk ka më kuptim të flitet një diçka kur çdo gjë merr fund. Unë mendoj që Eliona ka nevojë për dashurinë e publikut, ka nevojë për mbështetjen e publikut, ka nevojë për ngrohtësinë e publikut. Bëhet fjalë për një vajzë 18 vjeç, e cila ka sakrifikuar për të futur në një format të tillë sepse ka ëndra dhe nuk duhet që publiku i dashur ta vë para aktit të kryer që ajo të ulet, shkatroj zemrën e saj dhe të kujtoj momente që ne dim shumë bukur se sa një fëmijë mund ta vuan ndarjen, sa një fëmijë mund ta përjeton ndarjen keq dhe të përjeton tmerrin që ai baba ka ushtruar mbi familjen e tij. Unë gjithmonë i duartrokas dhe i respektoj ato fëmijë të cilët pa marrë parasysh se nga çfarë jete vinë, pa marrë parasysh se nga çfarë e kaluar vinë, por kot nuk thonë, e kaluara e rënd gjithmonë të mëson dhe të rritën të edukon, mundohen që të nxjerrin të mirën e prindërve të vet. Fundja fundit, edhe Zoti në Kur'an e ka shkruar, nëse marrim të lexojmë librin e shenjtë, thotë që nga një njeri mundohu të nxjerrësh më së shumti të mirën e tij se sa të keqen e tij. Njeriu bie në tokë, edukohet, përjeton ndjesi në momentin kur atij i jepet vetëm e mira. Unë uroj me zemër që familja Elionës të mos jetë prekur në këtë mes. Çdo njeri bën gabime, pendohemi, Zoti na falë çdo natë, zgjohemi nga gjumi, përsëri jetojmë, përsëri bëjmë gabime, përsëri pendohemi, por rëndësi ka që reflektimi të jetë bërë dhe sot e familje të jetë e lumtur. Jeta ka qenë e shkruar kështu, Zoti ka vendosur kështu dhe me patjetër që ne duhet të jetojmë të ardhmen dhe jo të merremi me të kaluarën. Rëndësi ka që Eliona si vajzë e asaj familje të kujton dhe ta don nënën e saj në shpirt, të paktën të drejtohet me një lutje për shpirtin e saj.